Me datën 28 mars 2017, mbushen plot 20 vite nga koha kur u shkaktua një nga tragjeditë më të mëdha që ka njohur populli shqiptar, ku në kanalin e Otrantos humbën jetën 81 persona, duke u mbytur në det. Pjesa më e madhe e tyre ishin familjar, fëmijë dhe gra. Pas 20 vitesh, një nga të mbijetuarit e kësaj tragjedie, Krenar Xhavara, tregon për kameran ton momentet tragjike. Ai tregon se si Ania Sibila goditi anijen e vogël shqiptare me 115 qytetarë shqiptar të pafajshëm që kërkonin të largoheshin nga lufta civile e vitit 1997. Xhavara tashmë 48 vjeç, në atë kohë ishte veç se 28 vjeç dhe ka qenë në anije së bashku me bashkëshorten e tij dhe vajzën e vogël 6 muajshe. Ai thotë se janë nisur nga porti i Vlorës në orën 3 mbasdite dhe deti ka qenë i qetë, ndërsa pasi kanë kaluar ishullin e Sazanit, një anije luftarake, Zefiro, i ka ndjekur deri në ujërat ndërkombëtare. Më pas anija Zefiro i ka shoqëruar deri në orën 6:30. Më pas, ajo është larguar në horizont dhe është shfaqur anija Sibila, e cila i ka ndjekur për një orë dhe papritur i ka goditur duke e kthyer përmbys anijen me shqiptar Katri i Radës. Neve jemi nisur si sot, ishte një ditë e bukur, në datën 28 mars 1997. Unë nisëm nga Moli Zero që quhet me anijen Katri i Radës, rreth orës 3 të mbasdites. Duke ecur në drejtim të Sazanit, duke më rreth gjysmore në dalje të Sazanit, u shfaq anija Zefiro, një anije luftës italiane. Duke ecur drejt kanalit të Otrantos, na ndoqi anija Zefiro rreth një orë ca, një orë gjysmë. Na komunikuan me radio klandestini kthehun i mbrapa, neve nuk ishim klandestin pasi neve kishim vënë edhe flamurin e bardh, domethënë ishim njerëz të paqes edhe në kiç të anijes. Duke ecur, filloi manovrat Zefiro, majtas djathtas, jo të rrezikshme, duket në sfond një anije tjetër që e morën vesh më mbrapa Sibila. Po afroi nata. Ishte ora rreth, domethënë 28 mars, ora 5:30, mbas ndjekjes që na bëri Zefiro, Zefiro largohet duke, kishte edhe një helikopter në bord. Na afrohet anija Sibila. Rreth një orë gjysmë na ndoqi anija Sibila, anija tjetër luftarake, duke krijuar dhe dallqi në na batonte anijen ton, më afroi, domethënë me manovra të rrezikshme. Gjatë ditës prezantuam dhe fëmijët para që të shikonte anija Sibila që ne jemi pajësor, nuk kemi kriminal brenda në anije. Çfarë u nisën në Itali? Neve u nisëm në Itali pasi gjendja këtu ishte kaotike. Unë isha në pjesën e mbrasme të anijes bashkë me 3-4 veta. Ishte errësirë. Gjithashtu, Xhavara tregon se si kanë mbijetuar në det dhe se si anija Katri i Radës ka qëndruar për 8 minuta e përmbysur dhe më pas është fundosur së bashku me gjithë personat që kanë qenë brenda në kabinë. Sipas tij, ishte e pamundur që të shpëtonin familjarët, pasi për 8 minuta nuk mund të bëjë dot asgjë dhe anija ishte e përmbysur. Anija italiane kishte fikur projektorin që na vëzhgonte. Kur kemi kthyer kokën mbrapa, shikojmë malin e anijes italiane. Uluritëm. Na goditi. I bëri një grop anijes tu në fund, rreth 50 cm. Anija u batua, disa trupa unë personalisht u gjenda rreth gjysmore larg anijes, disa ipën mbi anijen rreth 15 veta. Për sa kohë mbyt anija? Për 8 minuta. 8 minuta anija qëndroi ribaltuar. Kështu që anija italiane me pajisjet që kishte, një anije moderne, duhet ta ganxonte anijen shqiptare, mos ta lindte të vendet fundetit. Po e pa që bëri një krim, donte që të kishte sa më pak dëshmitar, e la anijen të vendet në fund të detit. Ne në atë momente ishim pothuajse të shkatruar psikologjikisht edhe moralisht, domethënë të shikosh një masakër nga një shtet që thotë jam human, edhe këtë i bën një krim ndaj njerëzve të pafajshëm, gra, fëmijë, pleq, që kërkonin një mbrojtje civile. Gjetëm një fund tragjik. Unë po notoja, duke notuar, vjen një vajzë që mora më vesh, ishte nga fshatat e Fierit, dhe më mbyti, se i mbyturi të mbyt. I them asaj kapëm në shpatulla që ta shpëtoja. Duke, domethënë, në ato momente isha komplet i dërmuar, e shpëtova atë, anija italiane na la njerë,
do në t'ikte, të u kthye mbas 10 minutash, duke notuar, unë kape mbas një litari. Ata ja hodhën një rjet pasi kishë mbaruar çdo gjë. Atëherë ne shpëtuan 34 veta. 2 fëmbra edhe të tjerët ishin meshkuj. Unë humba gruan, fëmijën, vllaim, gruan dhe 3 fëmijë. Një masakër. Ne kërkojmë shteti shqiptar të marrë në dorë me njerë mbrojtjen e kësaj tragjedie, këtij krimi që e bëri shteti italianën, anijen që është në Otranto, që prokuroria italiane detyroi që ta shkatronte, dhe ta fshinte nga historia krimin që bëri. Shteti nuk e kërkoi, pasi ishte një pronë e shtetit shqiptar anija, duhet ta kthente në Shqipëri. Edhe të bënte një monument që t'ia kujtonte Italisë edhe brezave që të vinin ç'a bëri Italia. Neve nuk kemi parë ndonjë drejtësi 20 vjet. Shteti i asaj kohe duhet të merrte në mbrojtje të drejtat e shqiptarëve, që nuk është bërë edhe në këtë kohë. Pas 20 viteve, nga tragjedia Xhavara shprehet se nuk është bërë asgjë dhe kjo çështje është lënë pas dore. Shumë vende të botës si Norvegjia ka protestuar për këtë ngjarje, ndërsa shteti shqiptar nuk ka bërë asgjë. Ai kërkon që kjo çështje të hapet dhe të diskutohet në Parlamentin shqiptar, pasi asnjëherë nuk është diskutuar për të drejtat e familjarëve të tragjedisë së Otrantos. Në këtë tragjedi humbën jetën 81 persona nga 115 që ishin në anije. 57 trupa u nxorën nga fundi i detit, 24 rezultojnë të humbur dhe 34 prej tyre shpëtuan.